Shikues të ABC News, ju përshëndes të gjithëve, unë jam Kassandra Palje dhe takohemi si gjithnjë me korespondent nga veriu në jug, në çdo cep të Shqipërisë sjellin përpara jush histori dhe personazhe që frymëzojnë. Sigla. Nga bota e shifrave tek arti i drurit, ekonomisti nga Lezhë, Geraldo Traku, ka zgjedhur që t'i përkushtohet artizanatit duke përdorur natyrën dhe elementet që deti sjell në breg si frymëzim. Ndjekim rrëfimin e tij. Nga shifrat dhe llogaritë fikse, Geraldo Traku, ekonomist nga Lezhë, gjeti rrugën e tij tek artizanati. Pas një provoje në marketing dhe shitje, ai u kushtua punimit të drurit, duke përdorur natyrën dhe ato që deti sjell në breg si lëndë të parë. Studio e tij është bregdeti i Kunos në Shëngjin, një vend që e lidh atë më shumë me natyrën dhe ku merr frymëzim për krijimet e tij. Edhe merrem vetëm me linjat e drunit. Përgjithsisht për ne e gjej këtu në bregdetit se më frymëzon forma e tij më shumë se sa të përcaktojnë atë formën që kam i dhënë. Do thënë unë lexoj drunin, më shumë se sa gdhend ose jap formë drunit. Parësor është druni, më sa ne unë e njeh atë. Pjesa e bregut detit ka domethënie shumë mbile këtu vi gjithmonë se janë rrajt, edhe këta janë pemët e funit që gati po binë vetvetiu natyralisht. Edhe unë i thënë herë kur më pyesin ku të shku ose ku të shku me punu, i thënë te rrajt. Shkolla dhe profesioni i ekonomistit i dhan mundësi të udhëtoj dhe të njoh vende të ndryshme, por sidomos të kuptoj dhe ta dashuroj më shumë natyrën. Kjo lidhje e hershme me natyrën, thot ai, ishte gjithnjë aty, vetëm sa u bë më e dukshme me kalimin e kohës. Shkolla tregon tjetër gjë, në gjëra që më kanë ndihmuar shkolla, se më ka dhënë mundësinë me punu në disa kompani që ato më kanë dhënë pastaj mundësinë me lëviz shumë nëpër Shqipëri, edhe me kanë tankuar në terren. Dashnja me natyrën s'na është nda herë, thjesht ne harrojmë. Ka momente që thjesht e harrojmë se bota e matshme dhe fitim prur se na e kufizon pak lik. Unë kam pas tankohen, thjesht momente e kam vure, disa çaste se kam vure, po tashmë është rikthy aq shumë sa nuk kam dialektik tjetër të folën, dhe e çoj gjithmonë të folën në aty. Edhe sot në veprën e tij përdor konceptin e ekonomisë, procesi natyral që ndjek druri. Është më i thjeshtë dhe më efikas se çdo ndërhyrje artificiale. Është shumë më lehtë procesi natyral se sa e marrim ne dhe përpunojmë, rindërtojmë, bëjmë shumë çka për me përftu një etalon mat siç është parja, edhe me ble prap një dru, ndërkohë që procesi do tregon që është vetë i tillë i gatshëm. Ti ke vetëm me pa dhe me njeh, domethënë. Më eficient se sa duam ne për me bate. Për Geraldin, lidhja mes ekonomisë dhe artizanatit është e fortë. Ajo ndjek raportet e bukurisë dhe estetikës, që sipas tij janë raporte numerike, të lidhura ngushtë me profesionin e tij. Po i kam dashur edhe formën siç kam praktikuar punën në fushë e ekonomisë, marketing, shitje, kam shijuar edhe në mënyrën e vet, pavarësisht sa kanë gjëra që mund më jepte më shumë hapësinë për me shpreh veten, derisa kalova komplet e nala edhe nisa një cikël të ri. Të shpreh veten edhe me të krijuar, edhe me marrëdhënie, por më shumë në fushë artistike ose në veprimit të bukurës, praktikës. E bukur estetika ka gjithmonë është në mes të ndërtimit raporteve midis objekteve ose qenjeve ose gjallësave, është gjithmonë në raport. Raporti është gjithmonë numerik. Kështu që nuk mundën me shba në analogjin ose ekonomizimin e mënyrës se si rrinë edhe fenomenet jetësore ka një raport njëri me tjetrin se si rrinë, e mira dhe e keqja, e vështira dhe e lehta. Në ato që ka nisur, Geraldi sheh një rrugë të gjatë. Baj edhe jap prej vetes pa prit një lloj kthimi, sepse kthimi është mrena të dhënë, është si puna e dashnisë që nuk kushtohet me kthim, por thjesht i jepet, edhe ajo mund të jetë burimore, mund të kompensojë ose mund të kemë të kthim më të lartë prej emocionit ose frymëzimit që mund të jap dikujt për natyrën ose për materialin, për sendet. Më shumë se sa një vlerë ekonomike shumë ekstremale. Në herë kur dal në bregdetit them
di qatë sa të fitoj 1 milion euro në kuptimin që nuk blehet, ajo që mund është me pa ose njësit nuk munden me u ble asnjëherë me asnjë lloj vlerë ekonomike, pavarësisht se ne jena qenje ekonomike, çdo diskutim e kena për ekonominë, ama nuk është gjaja më e rëndësishme që no. Shumë janë surprizuar nga ky ndryshim, por ai beson se pasioni i tij është edhe trashëgimi pasi edhe gjyshi i tij është marrë me të njëjtën gjë. Punimet e para i bëri gjithmonë në pranitë të tjerëve, duke identifikuar forma që ngjallin kurreshje dhe interes. Si produkt parë kam zgjedh shkopin e bariut për zanafills ose për mënyrën se si ka lind gdhemja ndryrë, dhe ka kenë prej nevojës bariut me pas diçka të përshtatshme, me mbështet, me orientu. Atë ishte produkti më i thjeshtë për të bërë. Një shkop edhe thjesht i jep lirshëm edhe. Kam qenë me punu shumë produkte ose sende të vogla, drynë këto pas shumë të vogla se sa më i vogël produkti, aq më shumë përqendrohesh edhe aq më shumë e ke vëmendjen te. Krijimtaria për të është një mënyrë për të gjetur më shumë veten. Kështu të i kushtu më shumë vëmendje se si jam unë, si jam i përbam, si e kam të natyrshme teme, cili është ritmi jam, dola të e shprehuna nëpërmjet krijimit. Edhe kë ishte druni erdhi si reflektimi në hapësinat tona të mbrëmshme të shtëpive, ne kena shumë thata pa objekte natyrale. Format janë zakonisht të drejta, dhe pse drejta nuk ekziston në natyrë, sa është drell, nuk është drejt diçka që duket e drejt. Edhe do shoh gjithmonë pas paninë e drunit në hapësinat e shtëpisë. Përpara mendosha në formën e orendive, mas ne thash jo, duhen edhe forma që shohim ne, duhet me kenë natyrale, po rregull forma tjetë e drejt natyrale, jo e drejt artificiale e bën prej dorës në një. Për të ardhmen, Geraldi shprehet se nuk e sheh artizanatin thjesht si punë, por si pasion që kthehet në vlera materiale, vetëm duke treguar se çfarë di të bësh. Edhe nuk e shoh si punë, dhe më thënë, a ke punu gjatë, dhe më thënë, pyetje shumë e rëndom, por që kam kuptuar që ajo që baj, mundet me marrë vlera të jashtëzakonshme. Ndoshta ekspozita të ndryshme ose bashkëpunime që unë jam gjithmonë i hapur se si ndërveprej me njerëz të tjerë që janë tu kriju. Kështu që ngelen gjithmonë i hapur për çfarë do ndodhi me mua, më shumë se sa e projektoj fiks se çfarë do. Du i herë, pastaj i edhe i dashur. Sot Geralt Totraku ka hapur ekspozitën e tij të parë, ndërsa vazhdon të krijojë, duke gërshetuar pasionin me jetesën dhe duke sjellë një mënyrë unike për të parë natyrën e për ta kthyer atë në art. Për të 9 vit radhazi, Librazhdi është kthyer në qendrën e panajireve ku promovohen prodhimet bujqësore vendase. Festa e mjaltit u organizua në pedonalen e qytetit Librazhdit, ku mblodhen 10 fermerë dhe bizneset duke u promovuar kështu edhe ekonomia lokale. Për të 9 vit radhazi, Librazhdi bëhet zemra e panajireve që synojnë promovimin e prodhimeve bio. Panajiri tradicional Festa e Mjaltit është një aktivitet ku nuk promovohen vetëm prodhimet vendase, por njëkohësisht synohet forcimi i ekonomisë rurale me potencial të madh bujqësor dhe turistik. 10 biznese nga të gjitha fshatrat e njësisë administrative të Librazhdit ekspozuan produktet e tyre në pedonalen e qytetit, duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe të turistëve. Sipas kryetarit të Bashkisë së Librazhdit, ky aktivitet ka një rëndësi të madhe për promovimin e pasurisë natyrore dhe bujqësore të zonës. Kjo festë festohet nga Bashkia e Librazhdit dhe ka 9 vite që ne kemi kthyer si traditë. Dhe çdo vit do të festohet Festa e Mjaltit. Për shkak të falenderoj për pjesëmarrjen të gjithë. Tani me rikonstruksionin dhe asfaltimin e rrugës së Blevës, tani banorët e së Blevë nuk kanë nevojë më që të vinë ta shesin patatën këtu në treg, por vi nga Tirana, vi nga Elbasani dhe e blenë së Blevë. Plus që edhe këto kanë dyfishuar dhe çmime tani. Sipas të dhënave të fundit, në territorin e Bashkisë së Librazhdit operojnë rreth 200 bletëritës, të regjistruar me mbi 6500 koshere, ndërsa mjalti i zonës, sidomos ai i Gështenjës, i Pishës dhe i Luleshtrydhes, mbetet një nga më të kërkuarit në tregun vendas dhe të huaj. Unë kam sjell gjëra bio nga fati, tek mezmani në Erden.
kumlla tegra, kumlla thata, lajthia, fiqthat, domate nga gjitha llojet, domate pomodorin, nga Librashqenta. Sot kemi ardhur me mjalt. Nga jeni ju? Ne jemi nga Shtroska. Qa mjalti keni sjell? Mjalt lulesh. Lule të ndryshe. Unë mjaltin, për festën e mjaltit, unë vi nga Gizaveshi, edhe kemi të shguar brezi tret, jemi ne. Parat që kanë dalë parat. Po, lejthin, që të thëmë gjëra tjera. Ta mjaltin e kompostat e pikët e rushtet, gjitha, ta bëru maneferë, dhurë që kinë, sa të bukur. A bio, 100%. Kemi sjell rushin, verën, rakin, razaki. Këto janë prodhime, po si vjen çik prodhimet nuk janë aq të bollshme, por janë të mira, janë me cilësi. I përgëzoj Bashkinë e Librazhdit sepse ka traditën e panajirit, por çdo vit që e bën me cilësi të mirë. Është për të vlerësuar organizimi që bën Bashkia e Librazhd për organizimin e panajirit mbi reklamimin e prodhimeve bio që janë Librazhd. Këtu emrin e ka festa e mjaltit, me i prodhim goxha cilësor. Po nuk përjashton, paraqiten dhe produkte tjera bujqësore, blegorale, që të djathi, trëndafili i kuq dhe gjithçka që prodhohet në Librazhd. Është një lidhje e mirë midis konsumatorit dhe prodhuesit Librazhdas. Duke filluar nga Sebleva, nga Borzeshta, nga Librazh Katuni, nga Kotromani, nga Dorëzi, Gizaveshi, gjithçka. Paraqesin prodhimet që janë bio të cilësore në fshatat veçanta. Por prodhimi i mjaltit pothuajse është rrinë në gjithë territorin e Librazhdit. Aktiviteti u përshëndet edhe nga përfaqësuesit e qeverisë. Nuk është rasti që sot në ditën e turizmit bashkë me Ministrin e Bujqësisë, deputetin Komici dhe kryetarin e bashkisë, jemi sot në një panajir të shumëllojshmërisë së prodhimeve bujqësore, me në krye le themi mbretin e prodhimeve bujqësore të krajinës Librazhdit, që është mjalti. Librazhdi është një prej prodhuesve më të mëdhenj të mjaltit në Shqipëri, me shumë cilësi, me shumë varietete, duke përfshirë tu dhe varietete le themi të rralla për shkak të kullotës, siç është pjesa që lidhet me mjaltin e zonës së Gurakuqit, mjalti Gështenjës, apo dhe plot shumëllojshmëri të tjera. Unë jam për herë të parë në Librazhd për të qenë prezent në gjithë panajir të bukur ku promovohet mjalti i traditës, por edhe një nga sektorët cilët ne kemi mbështetur dhe do ta mbështesim ndaj skemave kombëtare të qeverisë shqiptare Bujqësia 2030, duaj që nga këtu të përcjell mesazh të gjithë letëricit që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të jetë mbështetje apo me skemën kombëtare të cilët jemi duke e rishikuar për ta parë që letëricit të kenë rol më të madh ndaj skemës, por edhe përfitimet e cilët do të jenë në vazhdimsi, për të pasur një prodhim sa më cilësor, por edhe për ta çuar atë ndaj tregjeve ndërkombëtare. Jo pa qëllim, kjo është një festë që tashmë është kryer në një traditë për gjithë zonën e Librazhdit, fal edhe kujdesit e këmbgulis së bashkisë Librazhd. Tashmë prodhimi i mjaltit, pra ky lloj biznesi për gjithë zonën e Librazhdit është kryer në një biznes tepër identifikues, që identifikon fuqishëm Librazhdin në të gjithë Shqipërinë. Festa e mjaltit është tashmë një traditë e konsoliduar në Librazhd dhe po kthehet në një pikë referimi për turizmin agro-ushqimor dhe zhvillimin e ekonomisë së gjelbër. Bashkia po planifikon zgjerimin e bashkëpunimeve ndërkombëtare dhe mbështetjen e eksportit të produkteve bio. Muzeu Oriental Bratko në Korçë është një thesar unik në Ballkan. Ky muze mban 400 objekte të rralla ku takohet lindja e largët me qytetin e Serenatave. Këto objekte janë sjell nga fotografi me famë ndërkombëtare Gjeorgj Dimitër Mborja. Muzeu Oriental Bratko në Korçë është një nga më unikalët në Ballkan. Çdo vizitor do të përballet me një lloj kulture të lindjes së largme ku nuk mund të çojë rasti ndonjëherë dhe ta shohësh nga afër. Në këtë muze mund të shohësh një nga koleksionet e shpatave të familjeve të njohura të samurajve deri te krerët prej Fildishit të gejshave të njohura të shekullit të kaluar. Në fundin e muzeut Bratko gjenden objekte të rralla dhe unike
që do i lakmonte t'i kishte në fondin e tij çdo muze në botë. Qytetit Korçës këtë dhuratë ja bëri vetëlindjes së tij fotografi me famë botërore George Dimitër Mborja. Përgjegjëse e këtij muzeu, Bojana Shukulli tregon detajet e testamentit si dhe arsyet pse duheshin gati një dekadë që të plotësohej vullneti i tij pas vdekjes, që 422 objekte të koleksionit dhe një mori fotografish të famshme të bëheshin pronë e këtij qyteti. Në kohën kur jetoi në Japoni u bë dhe fotografi zyrtar i perandorit Hirohito. U apasionua mbas artit aziatik, kryesisht mbas artit japonez. Në atë periudhë ai filloi të koleksiononte vepra arti dhe objekte të ndryshme në të gjithë Japoninë, në të gjithë Azinë, thuajse në gjithë botën, por në Shqipëri nuk mundi dot të vinte për shkak të diktaturës atyre viteve dhe para se të ndëronte jetë, ai la në testament dy dëshira. E para ishte që dëshironte të hapte muzeun, pikërisht në vendin e tij të lindjes në Korçë, vetëm nëse rilidheshin marrëdhënie diplomatike me Amerikën. Dhe e dyta ishte që dëshironte që muzeun të quante Bratko, të nderonte kujtimin e nënës së tij. Ajo ka pritur gjatë gjithë jetës, por ata nuk mundën të takonin asnjëherë njëri tjetrin dhe për këtë arsye ai vendosi të quante muzeun Bratko, të nderonte kujtimin e nënës së tij. Ajo quhej Victoria Bratko. Pra, la në testament këto dy dëshirat e tij, la në testament koleksionin, që janë rreth 17 kultura të botës, pjesërisht aziatike, la në testament gjithashtu dhe lekët për të ndërtuar muzeun. Gjithçka është bërë me kontributin e tij. Ai la në testament që kushërira e vet që ndodhej në Amerikë të sillte testamentin që nga Amerika në Shqipëri dhe të bënte të mundur ndërtimin e muzeut. Domethënë mbas rënies së diktaturës normalisht, ai vdiq në vitin 1990 kur ra fiks regjimi komunist, por mbas shumë peripecirash u bë e mundur që muzeu të hapej në vitin 2003. Në atë periudhë bashkia dhuroi tokën për të ndërtuar muzeun dhe kontributi i tij që la në testament me bashkëpunim dhe me kontributin gjithashtu të kushërirës së vet, u ndërtua muzeu, u bë e mundur që të realizojë dëshira e tij. George Dimitër Mborja, pas një karriere si fotograf në Hollywood, shpërngulet në lindjen e largët si fotograf i generalit të famshëm amerikan të luftës së dytë botërore, Douglas MacArthur. Ishte pikërisht kjo periudhë kur George Dimitër realizoi dhe foto të personaliteteve të larta shtetërore që nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës deri tek perandori japonez. Gjatë kësaj periudhe që është dhe koha kur ai filloi koleksionimin e sendeve të mbledhura nga vendet që vizitoi, Bojana Shukulli në një rrugtim në dy sallat e këtij muzeu tregon me detaje historitë e disa prej fotografive dhe objekteve përfaqësuese. Të gjitha sendet janë afrikane, përveç këtij fildishit të gjatë, i cili i përket një peshku që quhet narval. Peshku është i madh sa një delfin dhe ka këtë fildishin në kokë. Me sa informacion ne kemi, është shumë i rrallë si specie dhe dy të tilla ndodhen në Muzeun e Shkencave në Paris. Ky joni ndoshta është i treti ose i katërti në Europë. Është një specie shumë e rrallë, siç e thash. Objekti më i veçantë i kësaj stende është skulptura e kësaj breshkës këtu, e cila është e gdhëndur në gur dhe vjen nga ishulli i Pashkës, është e vitit 1500. Këtu pastaj jemi në Marok, mobilja vjen nga Maroku, është e zbukuruar e gjitha me perla të mëdha, e gdhëndur në dru. Piktura atje vjen nga Japonia, është perandori dhe ushtria e tij. Është një pikturë shumë e veçantë, është shumë e rrallë. Këtu pastaj kemi 4 panela të ndarse, që gjithashtu na vijnë nga Japonia, janë të shekullit të 19. Shkojmë në lindjen e largët. Dhe kjo stend do veçoja koleksionin e porselanit, të cilat janë të pikturuara në fenikse, në të bardhë, në të zezë, që kanë këtë ngjyrën karakteristike koreane të qeramikës dhe janë të shekullit të 19. Këto janë skulptura të gjitha të shekullit 18-19 dhe vijnë nga India. Këtu jemi në Japoni, atje ku zoti Mborja filloi të koleksiononte objekte dhe vepra arti të ndryshme, atje ku ai u apasionua, ku u lidh me artin
kryesisht japonez. Do të veçoja kalendarin, i cili është i printuar në letër drurimani, në një stil ukiyo që i quajnë ata, është e shekullit të 19. Këtu pastaj kemi disa fyej që janë të bëra me bambu, kemi koleksionin e krëhrave të geishave. Këto janë piktura shumë të veçanta për mënyrën se si janë punuar, teknikën dhe periudhës që i përkasin që është shekulli 18-19. Pjesë e fundit janë dhe disa sende personale të Gjorzh Dimitër Mborjes. Midis tyre dhe një vegël muzikore e rradh që dëgjonte muzikë në mbrëmje para gjumit. Ai u pat thënë fqinjve, nëse nuk do dëgjoni këtë muzikë, do të kem vdekur. Dhe kështu ndodhi, kur fqinjët nuk dëgjuan për disa net këtë muzikë, njoftuan vdekjen që kishte ndodhur. Në malsinë e Krujës, në fshatin Mukje, bujaria e banorëve të këtij fshati nuk ka munguar as në ditët më të vështira. Pas tërmetit të vitit 2019, kur lëkundjet sismike shkatruan të vetmen shkollë të fshatit, një banor vendosi që një nga dhomat e shtëpisë së tij ta kthejë në klasë që fëmijët të mos humbisnin asnjë ditë nga arsimi. Në fshatin Mukje të malsisë së Krujës, përpos historisë, banorët e zonës dallojnë dhe për bujarinë e tyre. Kur tërmeti i vitit 2019 shkatroi të vetmen shkollë të fshatit, një banor hapi dyert e banesës së tij për fëmijët që të arsimoheshin. Mësuesi vetëm, Agi Muka, i kërkoi vëllait Kadriut të vendosë një nga dhomat si klasë për ndjekjen e procesit mësimor për fëmijët e fshatit. Kadriu u tregua i gatshëm, madje duke e pajisur me tavolina dhe karrige për të vegjëlit, dhe kështu për 3 vite radhazi, shtëpia e Kadriut u shndrua në ambient shkollor. Prioritet në familjen tonë ka qenë shkolla gjithmonë. Pavarësisht se ishim fukarej, pa shkollë nuk kena asnjëri. Tani, unë jam i kthyer në këtë fshat, pas 25 vjetësh. Dhe më dha mundësia bëra këtë shtëpinë që po ne po intervestojmë. Në 2019 kur tërmeti, këtu bëri shumë dëm, pra shemi dhe shkollën. Dhe si bashkëtar i kësaj zone dhe arsim dashës, me dëshirë më të madhe, i lirova shtëpinë sepse edhe mësues këtu ishte edhe vllai im. Mendova që të hap një klasë, sepse ata ishin një klasë kolektive. Pra një dhomë, dyert e shtëpisë tim i hapa për fëmijët e fshatit tim. Sepse ma që u verifiku nga seksioni i arsimit, sepse edhe atë ishte edhe koronavirusi dhe kishte kushtet më të mira se në shkollat tjera, me banja, me ujë, me gjitha brenda. Edhe në ambjentet më të ngrohta, më të mira. Kushtet e tilla na bën që të përshtaten pra për shkollë. Tani ambjentet dhe oborri dhe paralelet e gjitha ishin edhe sportive. Agimi sjell kujtimet e periudhës kur ka dhënë mësim për disa vite. Masi në Shqipëri ra një sëmundje që cilët duke u quajtur me emërtimin Covid dhe me rënien e tërmetit, shkolla e Mukjes u shëm dhe vllai im, i cili kishte një ndërtesë të bërë këtu në fshatin tonë të lindjes, më afroi mua me dëmishti më të madhe dhe më hapi dyert e kësaj shtëpie që unë mos braktiset ky fshat nga dija dhe nga kultura, por më dha një dhomë që mund të vazhdoj punën time si mësues me këta nxënës që kishte ky fshat. Unë isha mësues tek shkolla e vjetër, e cila ishte ekzistuese, dhe kalova këtu ke shtëpia e vllait, i cili më liroi një dhomë. Këtu në këtë dhomë që ne sot po bëjmë një ndërvizë, kam pas bangat, kam pas kushtet minimale që unë zhvilloj një mësim tamam siç duhet, që edhe fshatarët e mi, edhe fëmijët e vëllezërit e mi këtu të marrin dije dhe kulturë. Sa nxënës kishin? Unë në fillim ku kam filluar punën këtu kam pas 36 nxënës, por me braktisjen e fshatit, me largimin e fshatit, duke u varë gjithë nga zonat e ndryshme të Shqipërisë, mu në vit e kam mbyllur këtu me 6 nxënës. Tim të majtë u kisha vendosur bangat e shkollës. Jo, i kena pas thonë banga, po tavolina dhe stola. Kurse në krahun tim të djathtë, unë kisha terrasën e zezë, vetë qëndrosha nga ana perëndimore dhe
shpjegohesha mësimin dhe komunikohesha me nxënësit. Kur vishe këtë puna, i fillohesha mësimin, rreshtohesha fëmijët tu në borrin e shtëpisë së vllait tim, dhe po ta shafsh nga terrenin e jashtë kisha edhe kushe për zhvillimin e orës së mësimit e edukimit fizik, të cilët ishin paralelet, kishim fushën e basketbollit dhe pak a shumë ishin kushe shumë të mira për të zhvilluar një mësim në orën e edukimit fizik. Ish mësuesi fshatit Agimi së bashku me të vëllan Kadriun, të dy të larguar prej vitesh nga ky fshat, vizituan banesën një shkollë. Disa nga banorët dhe nxënësit janë takuar pikërisht në klasën ku është zhvilluar mësimi. Kësë këtur, lushim futbol, lushim hava dollapa, njënën po të boshme atje, vjetërën këto. Boshim paralele, lushim hava dollapa, qasë po, që nuk najshim. Kadriu sërish shprehet i gatshëm të rihap shtëpinë e tij në funksion për nxënësit e fshatit, ndonse gjithnjë dhe më shumë banorët po largohen nga mukja. Dhe ishte gjithçka e përgatitur për korrespondent, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do takohemi sërish javën e ardhshme me të tjera histori. Qëndroni në ABC.